Alba, sa të rrezikshme dhe problematike po kthehen këto grupe kriminale për Italinë? Kam parasysh këtu edhe rastin e gazetarit Sigfrido Ranucci, ku dyshimet çojnë që shqiptarët fshihen pas atij kërcënimi me tritol. Çfarë flitet atje në media, çfarë diskutohet? Edhe pse thonim askush nuk donte ta dëgjonte apo ta besonte, pasi nëse përcjellin lajmin se ekziston jo një krim strukturuar shqiptar, por ekziston një mafia shqiptare, dëgjonim batutat apo hidheshin poshtë këto lajme duke thënë se mafia ka lindur në Itali. Kur silleshin dhe raportoheshin në raporte antimafjes, gjithmonë hidheshin poshtë se hallet e tyre apo ato çka ata po kryen kërkojnë ta japin të tjerëve. Fakte të tilla konkrete dhe kaq të rënda, si atentati një personi i cili është një gazetar investigativ nga më të mirët dhe një rrjeti publik të televizionit italian, e ka konfirmuar këtë, e ka konfirmuar alarmin që ka ardhur nga antimafia, letër porosi që antimafia ka kërkuar për zotin Sheu, Artur Sheun, për bosin mafios shqiptar, i cili konsiderohet se mund të jetë porosia e atentatit të tillë, për verifikimin që kanë kërkuar antimafia italiane, sa i takon aseteve, pasurisë së tij në territorin shqiptar, të gjitha këto bën të kuptosh se deri dje ajo çka mohoi përmes batutave është një alarm dhe një risk që duhet merret mjaft seriozisht, që duhet bëhet një kauzë parësore krahas kauzave politike. Pasi politika e korruptuar dhe politika kaq autokratike në Shqipëri mbahet në këmbë vetëm fal kësaj që po ndodh. Fal fuqizimit të mafias shqiptare, fal fuqizimit të kriminalitetit mafios shqiptar dhe fal fuqizimit të fuqisë së madhe të parave që ata kanë në dispozicion ku arrin të bëjnë dhe të influencojnë dhe politika. Pra unë them për te luftës së përditshme që ka autoritetet përkatëse në Shqipëri, gjitha në Itali, pasi ato vijojnë ta kryejnë çdo orë dhe çdo ditë punën me seriozitetin maksimal, pasi janë konshient dhe kanë përgjegjësinë e lartë për ta kuptuar se sa çfarë do të thotë mafia dhe sa e rrezikshme është jo vetëm për politikën e jetën shoqërore, por mbi gjitha mbi ekonominë. Mendoj se ka një luftë që ne shqiptarët do ta kuptojmë, është një luftë hibride që ka të bëjë me komunikimin, me informacionin. E them këtë se edhe këto që po flasim dhe po bisedojmë bashkë, për të përcjellë informacion sa më të vërtetë, sa më të saktë, sa më bindës, dhe që qytetarët duhet ta marrin seriozisht, është një shërbim që i bëhet pikërisht kësaj autokracie që mbahet në këmbë fal korrupsionit dhe fal mafias e cila financon korrupsionin. Prandaj edhe kjo luftë hibride përballë atyre që kërkojnë ta hedhin poshtë apo ta zvoglojnë se kemi halle të tjera, duhet kuptojnë se është parësore pikërisht ky komunikim i qartë me emra dhe me ato çka bota po bën në shërbim të Shqipërisë për të sjellë një informacion saktë, përmes Sigfrido Ranucci, përmes Nerotrokjes, përmes antimafisë italiane, përmes autoriteteve antidrogës paraguajane që kanë bërë raport ENCAS për të evidentuar e ploshuar alarmin që është në vit të plot me autoritetet italiane, që element shqiptar, krimi shqiptar, mafios shqiptar, kalojnë kufire me pasaporta të falsifikuara, të gjitha ato janë alarmi bazik dhe kryesor që në këtë luftë hibride duhet të jetë